Çështja që kemi vendosur të diskutojmë sot është çështja që është rikthyer në ditët e fundit për sa i përket Vlona Matës. Pse pikërisht në këtë moment? Ka diçka të re që pas 16 vitesh kemi rikthim të bujshëm në media? Së pari ju falenderoj shumë për ftesën. Kjo është një çështje shumë sensitive, pra duke filluar nga viti 2010, në momentin që Vlona ka humbur gjurmët dhe kjo bë shumë mediatike, pra duke filluar nga viti 2010, ka qenë nëna e Vlonës, e cila përveç se ka bërë kallëzim penal në polici, në prokurori, pra e ka ndjekur vazhdimisht të çështje dhe paralelisht ajo ka ndjekur edhe mediatikisht, pra me televizione të cilat kanë bërë emisione lidhur me këtë çështje, por në mënyrë të vazhdueshme është interesuar dhe është munduar që të zbuloj fatin e Vlonës. Pra, duke qenë se ndodhi një ngjarje e papritur, pra Vlona ka qenë bashkë me bashkëfushatarët e saj, të cilët ishte duke luajtur dhe kjo e papritur u zhduk nga vendi ku luanin së bashku, dhe kjo ishte një enigmë e cila e ka shoqëruar gjatë gjithë kohës. Megjithatë, ka pasur disa pista hetimi, prokuroria ka hetuar në disa pista, ku pista e parë është nëse mund ta kishte rrëmbyer dikush, pra pretendimi se dikush mund ta kishte rrëmbyer dhe ta kishte marrë për trafik organesh. Pistë tjetër ka qenë rrëmbimi për arsye të birësimit, pra mendoj se në Republikën e Maqedonisë së Veriut, familje të cilat nuk kanë fëmijë mundet që ta kishte birësuar, ta kishte blerë nga rrëmbyesit dhe ta kishte birësuar. Një pistë tjetër është ajo e marrjes nga ana e babait, dhe pistë e fundit është dyshoje edhe nëna e Vlonës, që ajo mund kishte bashkëpunuar me rrëmbyesin, sepse dyshoj se mundet të kishte edhe ndonjë lidhje jashtëmartësore me dikë, dhe në këto kushte mund kishte sajuar të rrëmbim. Megjithatë, prokuroria e ka arkivuar këtë çështje pa autor, natyrisht që është detyra e prokurorisë që të drejtojë hetimet në gjitha planet, në gjitha dimensionet. Është për të ardhur keq që pas 15 viteve ne ende nuk kemi autorët e rrëmbimit apo të vrasjes së Vlona Matës. Pra, mund të jetë edhe një lloj vrasje që mund të jetë bërë, megjithatë duhet të riapet kjo çështje. Mendoj që duhet i kaloj prokurorisë së posaçme të merret spaku me këtë çështje, ku mendoj që ndoshta janë përfshirë edhe zyrtarët të policisë, të cilët kanë shkuar në vendngjarje, ekspertët të cilët kanë shkuar në vendngjarje, sepse është shumë e rëndësishme momenti kur policia shkon menjëherë pas një denoncimi apo pas një kallëzimi. Dhe është momenti i parë ku në vendi ku ka ndodhur ngjarja, merren provat, duke filluar nga gjurmët, të cilat janë shumë të rëndësishme, kush ka kaluar aty nëse ka kamera, po në atë zonë atëherë nuk ka pasur, nuk e besoj që të ketë pasur kamera, duke marrë qelizat e telefonit të familjarëve të Vlonës apo të personave të tjerë që kanë qenë në atë ambient, merren të dhënat nga sistemi Teams, pra janë një sër veprimesh hetimore të cilat duan kohën e tyre. Dhe në momentin që këto nuk merren në kohën ku ka ndodhur ngjarja, atëherë gjurmët fshihen, që do të thotë ka kaluar shumë kohë dhe është e pamundur për t'i rimarrë këto prova, të cilat do të shojnë tek zgjidhja e çështjes apo tek zgjidhja e problemit. Duhet të qëndroj te një pikë e rëndësishme që u thatë që nuk është përfolur shumë në media për sa i përket vrasjes Vlona Matës.
Është e mundshme si pis dhe në interes të kujt mund të ishte vrasja e një fëmijë 6 vjeçar, domethënë kishte një informacion që ajo dinte dhe nuk duhet të binte në duart e dikujt, sepse duhet të jetë diçka madhore që të vrasësh një fëmijë të asaj moshe. Të gjitha pisat ekzistojnë. Pra kur ndodh një zhdukje, pra janë disa pisa të cilat prokuroria duhet t'i ngrejë dhe natyrisht unë besoj që edhe në këtë rast i ka ngritur, edhe vrasja nuk mundet që të përjashtohet, sepse mundet që Leona mund të ketë parë diçka për cilën nëse fliste mundet që të prishte shumë punë, pra kjo nuk është vetëm në rastin e Bleonës, po të gjitha çfarë rastesh kemi parë me vrasjet e fëmijëve, apo të miturve, apo të afërmëve, të cilët ka marrë vesh informacione të caktuara, por qoftë edhe në një marrëdhënie pune kur ka ndodhur diçka e palishme apo e pamoralshme, dëshmitari duhet që të ekzekutohet në mënyrë që mos të flasi dhe mos të përhapet ky sekret. Kështu që edhe në këtë rast besoj që prokuroria e ka ngritur edhe këtë si pistë, por kjo nuk do të thotë që me patjetër duhet të ndodhur vrasja e Bleonës dhe unë nuk do ta uroja një gjë të tillë që të ndodhur, por duhet që besoj që prokuroria ka ecur edhe në këtë drejtim. Pra të gjitha mundësitë janë kur organi i akuzës duhet të hetojë apo heton një çështje. Dhe edhe ky rast nuk bën përjashtim, vrasja mund të ndodhur për të shkak, që do të thotë ajo mund të ketë parë diçka që nuk duhet ta shikonte, mund ta kenë vrarë pasi mundet që t'i kenë marrë organet, mund ta kenë rrëmbyer për ta trafikuar, pra trafiqe të fëmijëve, mundet ta kenë rrëmbyer dhe pastaj ta kenë me qëllim birësimi, pra janë një sër alternativash. Rrëmbimi tjetër mund të jetë edhe për ta shfrytzuar në rrugë, pra si për lypje apo edhe për shfrytëzim seksual. Pra ka një sër mundësish dhe pisash që organi i akuzës nuk duhet që t'i neglizhonte. Dhe po të kalojmë në kohë, në vitin 2010, shumë ngjarje, por edhe tani është shumë e vështirë për të zbuluar, por në 2010 në një vend të thellë, në një fshat të Kukësit, shumë ngjarje janë neglizhuar, pra sepse edhe policia nuk e ka bërë punën siç duhet, pra në momentin që ka ndodhur ngjarja, edhe prokuroria e ka neglizhuar, edhe pse mund të jetë publike, por fakti që zbulueshmëria nuk ka ardhur në një fakt të tillë, nuk ka ardhur edhe pas kaq viteve, mendoj që duhet ketë dikush nga familja ose dikush shumë i afërt mundet të ketë bashkëpunuar që ajo të jetë zhdukur. Por i takon akuzës që ta vërtetojë dhe ta provojë. Pak të pjesa e familjes, shanset janë të shumta që nëna ose babai të kenë, ju e cituat më sipër, po të qëndrojmë pak më shumë te kjo, të shtjellojmë pak më shumë pjesë. Nëna ose babai të jenë bashkëpunëtor në një nga pisat e mundshme të zhdukjes së Bleonës. Patjetër, organi i akuzës besoj duhet ta ketë hetuar edhe këtë çështje, edhe nëse nuk e ka hetuar duhet ta hetojë, sepse në një ngjarje të tillë, pra prindrit janë ata të cilët janë më afër fëmijës së tyre